Të punoni kur jeni të sëmur është e rrezikshme. Puna në situata kur jeni të sëmur është e rrezikshme për ju dhe ambientin. Një punëtor me probleme shëndetësore ka rrezik serioz për shëndetin e tij. Ai mund të bie nga lartësia apo edhe të ketë dëme serioze shëndetësore. Për të shmangur këto rreziqe, ligji i punës ka paraportë që në situata të veçanta, punëtorët të marrin pushim mjekësor deri në aftësimin për punë. Pushimi mjekësor u mundson punëtorëve të mungojnë përkohësisht nga puna për arsye shëndetësore, pa e rrezikuar vendin e punës dhe me mbrojtje ligjore të ardhurave. Sipas ligjit, i punësuari ka të drejtë pushim mjekësor në rast sëmundjeje ose pa aftësie të përkohshme për punë, si dhe në kompenzim financiar sipas kushteve të përcaktuara. Në rast sëmundjeje, punëtori duhet të njoftojë punëdhënësin menjëherë ose më së largu në ditën e parë të mungesës. Nëse gjendja shëndetësore nuk e lejon njoftimin, duhet të bëhen përpjekje të arsyeshme që punëdhënësi të informohet sa më shpejt. Nëse mungesa nuk arsyetohet dhe nuk ka përpjekje për njoftim, kjo mund të konsiderohet shkelje e kontratës së punës. Nëse pushimi mjekësor zgjat më shumë se 3 ditë, punëdhënësi ka të drejtë të kërkojë certifikat mjekësore. Nëse sëmuret gjatë pushimit vjetor, ditët e pushimit mjekësor nuk llogariten si ditë pushimi vjetor. Soi përket pagesës. Deri në 20 ditë pune brenda një viti, i punësuari ka të drejtë në 100% të pagës. Në rast sëmundjeje ose lëndimi profesional lidhur me punën, kompenzimi është 70% e pagës për 10 deri në 90 ditë pune. Ligji parasheh edhe pushim mjekësor pa pagesë, sipas kushteve. Pagesa e pushimit mjekësor bëhet nga punëdhënësi. Andaj, mos rreziko shëndetin, mos hesh për shkeljet, mbro të drejtën tënde. Çdo shkelje mund të raportoni në kallxo.com ose në 044 22 44 98.